Bashkimi Evropian ka vendosur të japi në ditë të nënvijim 200 milionë euro fonde për Shqipërinë dhe Malin e Zi. Kjo vjen si pasojë e vendimit të zgjerimit të BE-s në Ballkanin Perëndimor. Ky lajm është bërë i ditur nga vetë komisionerja për zgjerim Marta Kos. Kos u shpreh nga takimi në Bruksel të ministrave të jashtëm të Europës. Sipas Kos, zbatimi i planit të rritjes po ecën mirë dhe se Bashkimi Evropian duket se po arrin rezultate të prekshme kur bëhet fjalë për integrimin gradual. Vetëm javën e kaluar, Serbia u bashkua Shqipërisë, Malit të Zi dhe Maqedonisë në marrëveshjen SEPA. Zgjerimi prej kohësh është kthyer në përparësi për Bashkimin Evropian. Nëse shtetet kandidate arrin sukses me reformat, atëherë edhe ne duhet që të mbajmë premtimet, u shpreh komisionera për zgjerim e BE-s Marta Kos. Edhe shefja e diplomacisë europiane Kaja u shpreh se janë duke diskutuar me ministrat e jashtëm mbi çfarë mund të bëjnë që këto shtete të Ballkanit Perëndimor të mund të ecin përpara me reformat. Ajo përmendi se janë disa çështje në diskutim dhe bashkëpunimi në lidhje me përballjen e këtyre shteteve me kërcënimet hibride që paraqiten edhe në këtë rajon, pasi Bashkimi Evropian i konsideron si sulme kundër demokracisë së tyre. Ajo shtoi se ajo që pritet për këtyre shteteve është harmonizimi me politikën e jashtme të BE-s dhe të sigurisë me reformat që duhet të bëjnë. Kallas gjithashtu përmendi se edhe ciklet zgjedhore të Kosovës, të cilat sipas saj janë arsyet kryesore pse prej kohësh nuk ka pasur një raund të ri mes Prishtinës dhe Beogradit. Aktualisht Malizi është vendi më i përparuar nga rajoni me bisedime në pranimin e BE, duke shpresuar të mbyllë të gjitha kapitujt e negociatave deri në fund të vitit 2026 dhe të bëhet antar i 28 i BE-s në vitin 2028. Shqipëria është e radhës me komisionin që vlerësoi në nëntor se vendi është në rrugën e duhur për të përfunduar bisedimet të gjashtë në grupet e negociatave deri në vitin 2027, me kusht që të ruajnë ritmin e reformave.